kandidati Klodian Brahu mori 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli vendosi zgjedhjen e prokuror Klodian Brahu në pozicionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duke qenë se emri i kreut të ri të SPAK ishte vendosur jashtë asaj salle ku të 4 kandidatët paraqitën platformat dhe ju përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të KLP-s, interesi i seancës së zhvilluar këtë të njëjtë, më shumë se sa tek fituesi, ishte i fokusuar tek cilësia e procesit. Duhet thënë pa frikë se ishte një zhgënjim, një banalitet e këndvështrimesh për çfarë është bërë deri më tani, një mungesë vizioni se si duhet vijuar nesër, një mostërballje gati e verbër me polemikat që ekzistenca e prokurorisë speciale ka shkaktuar në shoqëri. Edhe Adnan Xholli, edhe Doloreza Musabeliu, edhe Elvin Gokaj, edhe Klodian Brahu nuk e tejkaluan dot nivelin bazik të hartuesit të biografive personale dhe të kronologjisë së dënimeve që kishin dhënë në vite, pa u ngritur dot në lartësinë e atij që di të analizoj punën e kryer dhe atë që do të vijojë. Ata, të katërt, dinin të ishin enumerativ, pa qenë në gjendje të tregoheshin konkludiv. Që prej 6 vitesh që është në funksion dhe 3 vitesh që ka filluar goditjet e mëdha, Prokuroria Speciale ka shkaktuar një debat të gjerë publik. Mbi të ju ngritur pikpyetje për motivime politike, për represivitet të tepruar në masat e arresteve dhe burgosjet, pa pritur vendime të formës së prerë. SPAK është hedhur poshtë nga Gjykata e të Drejtave të Njerëzit në Strasburg dhe është akuzuar për influencë të tepruar mbi vendimarrjen e gjykatave. Por të gjitha këto probleme themelore vetëm sa u cikën në seancën maraton që zgjati afro 6 orë. Pjesën më të madhe të ligjërimeve të tyre nuk pati mendim, nuk pati thellësi, nuk pati dalje nga guacka teknike e një prokurori të thjeshtë. Në fund, me 7 nga 11 votat e mundshme, Klodian Brahu u zgjodh për një mandat 3 vjeçar si drejtues i SPAK. Vizita e një nate më parë në SPAK e delegacionit të diplomatëve të lartë amerikan dhe publikimi i fotos në faqen zyrtare të ambasadës vulosi gjithçka. I gjithë procesi ishte i paracaktuar. Në vend të një debati të thellë për mangësitë, problemet dhe të ardhmen e SPAK, u dhurua një debat bazik, i përcipt, mediokër, që nxori më në pa nivelin e vërtet të një institucioni që zbaton vendime të serviruara nga lart.